Qeveria u mbur se fondi I startupeve u dyfishua nga 300 milion lek në 2024 dhe 2025 u hodh në 535 milion lek në 2026, rreth 5,35 milion euro. Ceremonia e shpalljes u drejtua nga ministri Adelina Ibrahimaj, e cila e prezantoi si një sukses të madh për sipërmarrjen e re dhe inovacionin, por brenda këtyre shifrave fshihet një realitet I papranueshëm. Parat nuk po shkojnë tek startupet që krijojnë punësim, që prodhojnë teknologji, që kanë klientë të ardhura të provuara, po shkojnë tek të njëjtët persona që kanë marrë një vit më parë, nuk kanë bërë asgjë dhe prap po marrin sërish. MedWallet administrohet nga Endri Burja, ka fituar në 2025 në fazën e validimit me 3.950.000 lek dhe në 2026 në fazën e zgjerimit me 6.666.667 lek, gjithsej rreth 10.6 milion lek. Por aplikacioni I tyre nuk ka më shumë se 20 shkarkime dhe ato sipas të dhënave që mund t'i verifikosh lehtë, janë bërë vetëm nga të afërmit e tyre. Pra nuk ka përdorues, nuk ka klient, nuk ka asnjë lloj aktiviteti real. Komuniteti I Erion Çunit ka fituar në 2025 me 2.950.000 lek dhe në 2026 me 7.433.333 lek, duke kaluar nga faza e validimit në fazën e zgjerimit brenda një viti. E lançuan para një muaji dhe nuk kanë gjeneruar asnjë lek të ardhur. eDoctor I Emil Landonit ka fituar në 2025 si eHealth Albania me 3.200.000 lek dhe në 2026 si eDoctor me 6.466.667 lek. I njëjti nipt, I njëjti person, vetëm emri I ndryshuar, por akoma nuk ka asnjë përdorues. Talent Pass I Elvi Sharrës ka fituar në 2026 në fazën e zgjerimit 7.933.333 lek. Në 2025 ka fituar në fazën e validimit dhe akoma nuk ka përdorues. Targa.al I Kevin Sadës ka fituar në 2026 në fazën e validimit me 3.764.706 lek, por nëse hap Google dhe kërkon faqen e tyre, të shfaqet coming soon, pra as faqja nuk është gati. Megjithatë, ata kanë marrë për fazën e zgjerimit, do me thënë nuk kanë dhënë para si biznes që po zgjerohet, kur në fakt nuk kanë asgjë për zgjeruar. Këto janë vetëm disa nga rastet, kur I kontrollon listat, zbulon se të paktën 10 subjekte me të njëjtin nipt kanë fituar në thirrjen 2025 dhe përsëri në 2026. Totali që kanë marrë këta 10 brenda një viti shkon rreth 98 milion lek ose gati 1 milion euro. 5 prej tyre kaluan nga faza e validimit në fazën e zgjerimit, do me thënë u certifikuan si biznese me kliente të ardhura të provuara, pikërisht një vit pasi po vlerësonin produktin, ndërsa produkti nuk ekzistonte. Rasti më flagrant është Gregor Andoni me Grand. Në 2025 mori 3.250.000 lek. Në 2026 mori grantin më të lartë të gjithë thirrjes, 10.626.667 lek ose 106.000 euro. Një rritje më shumë se 3 fish brenda një viti, e shoqëruar kjo me ndryshim emri nga Grand Industries në Grand Creative Industries dhe ndryshim industrie nga inteligjencë artificiale në transport, por I njëjti nipt dhe I njëjti person. Emil Andoni bëri të njëjtën gjë duke kaluar nga eHealth Albania në eDoctor me të njëjtin nipt, mori 3.200.000 në 2025 dhe 6.466.667 në 2026. Endri Burja me MedWallet fitoi në 2025 me 3.950.000 dhe në 2026 me 6.666.667, gjithsej mbi 10.6 milion lek për një aplikacion që ka vetëm 20 shkarkime nga të afërmit. Rio Sherry fitoi në 2025 si individ me Action Bridge 1.357.640 lek. Në 2026 rifitoi me të njëjtin emër, por këtë herë si shoqëri e regjistruar Action Bridge SHPK 3.910.529 lek. I njëjti produkt, e njëjta ide, thjesht ndryshoi forma ligjore. Pure Cycle ka fituar 9.181.059 lek në Grand 2026. Administratoria është Drilona Boçi, bashkëshortja e trafikantit të kokainës Kristian Boçi, I cili figuron edhe si aksioner I kompanisë. Drejtori I Agjencisë Kombëtare të Startupeve, Arjan Ymeri, qëndron në krye të këtij procesi, një emër që shoqërohet me një të kaluar të lidhur me skema dhe afera të dyshimta, por që pavarësisht kësaj u emërua në këtë pozë dhe tani bikëqyr shpërndarjen e miliona eurove për startupet. Fakti që ky proces po prodhon këto rezultate ngre pyetje të rënda. Pse kompanitë që nuk kanë asnjë përdorues real fitojnë përsëri? Pse të njëjtët persona marrin para një viti pas tjetrit? Pse ata që nuk kanë
prodhuar asgjë kaloi në fazën e zgjerimit. Këto nuk janë aksidente, por shenja të një sistemi që funksionon sipas rregullave të veta. Fondi i startupeve u krijua për të mbështetur inovacionin dhe sipërmarrjen e re, për të ndihmuar të rinj që të krijojnë biznese të qëndrueshme, por në Shqipëri, ky fond është kthyer në një kazan të përbashkët, ku ushqen të njëjtët emra, të njëjtët nipt, të njëjtat kompani që nuk prodhojnë asgjë. Projektuesja e gjithë kësaj skeme është ministri Adelina Ibrahimaj, e cila jo vetëm që drejton ceremonitë dhe shpall fituesit, por ka krijuar një sistem ku parat publike rrjedhin pa kontroll drejt të njëjtëve persona. Ajo që po ndodh nuk është mbështetje e sipërmarrjes, por një rishpërndarje e pasurisë publike në dobi të një grupi të ngushtë njerëzish që quhen klientët e saj. Përballë presionit të protestës që vazhdon, Edi Rama sajoi dhe servieri platformën Besa, duke i kërkuar besë shqiptarëve për ta lejuar të vazhdojë sundimin e tij. Megjithse prej 13 vitesh në pushtet, u ka dhënë besën për çdo gjë dhe i ka prerë në besë. Edi Rama e ka mbajtur besën vetëm me grupin Aruba, me oligarkët, krerët e grupeve kriminale dhe mafioze politikanë të huaj, të cilëve u ka dhuruar pasuritë publike, licenca, toka e leje ndërtimi, koncesione e çështje miliardashe për të blerë fuqi dhe garanci pushteti personal. Gjatë 28 viteve në politikë dhe pushtet, Edi Rama nuk i ka qëndruar fjalës dhe besës së dhënë, duke dëshmuar se pabesia është ADN e karakterit, interesave dhe konjunkturave ku është përfshirë. Dy ish miq të afërt të tij, Fatos Lubonja dhe Indieri Max Velo, kanë thënë se treguesi vetëm i karakterit të Edi Ramës është pabesia, përveç psikodelirizmit, megalomanis, mosmirënjohjes dhe mospranimit të çdo mendimi ndryshe prej tij, të gjitha në funksion të interesave të tij dhe oligarkëve, trafikantëve e politikanëve të huaj me fuqi, që ndikojnë dhe përcaktojnë ekzistencën e tij në pushtet. Edi Rama u ka mbajtur besën si rrugë të vetme në presion, sepse është i kapur prej tyre si pjesë të njëjtave zullume për interesa që i garantojnë pushtetin, ndërsa ndaj qytetarëve shqiptar si kryeministër, Edi Rama, për çdo premtim e përbetim, ka shkelur për herë besën duke e dhënë dhe ridhënë fjalën si normë të shenjtë tradite zakonore të popullit, por e ka shkelur pas një skrupull, madje edhe në raportet miqësore me të afërmit e tij. Gjatë jetës parapolitike dhe në 28 vite politik dhe pushtet sipëror, Edi Ramën e kanë braktisur të gjithë miqt për shkak të pabesisë, mes tyre ministra, drejtore e kryebashkiak të arrestuar, dënuare në nënhetim, të cilët i ka përdorur për qëllimet e tij, duke i prerë në besë me paramendim. Ai mund t'i priste në besë edhe trafikantët e oligarkët, por nuk guxon, sepse besa ndaj tyre është detyrim sipas rregullave të shërbimit dhe besnikërisë ndaj klaneve e grupeve mafioze, të cilët nuk e falin prerje në besë, edhe nëse besë preri është kryeministër. Tani u rikthye kërkimit të besës me betimin se ai dhe qeveria e tij do të jenë në shërbim të popullit, kur prej 4 mandatesh e kanë dhënë besën, por Edi Rama i ka prerë në besë duke i mashtruar, vjedhur, shpërfillur, denigruar, parafëruar e përzën nga Shqipëria. Platforma Besa e Edi Ramës është si fjalimi i Enver Hoxhës në Burrel në vitin 72, me temë lidhja e partisë me masat, të dëgjojmë dhe plotësojmë kërkesat e popullit me luftë kundër burokracisë, duke ia lënë përgjegjësinë drejtuesve lokal për gjendjen e mjeruar në atë rreth. Edhe Edi Rama me broshurën Besa hoqi nga vetja përgjegjësitë për situatën e rëndë ekonomike, për korrupsionin, lidhjet me krimin, kalimin e pasurive tek oligarkët e trafikantët dhe instalimin e pushtetit autokratik, duke u lënë përgjegjësinë ministrave e drejtorëve. Edhe këta kanë përgjegjësi, por në një pushtet të ushtruar privatisht nga kryeministri, pa përfillur ligjet dhe taksa paguesit. Edhe ministrat, drejtorët e nënpunësit zbatojnë modelin e pushtetit të Edi Ramës dhe janë lejuar të veprojnë dhe sillen harbutrisht si ai. Për të kuptuar pabesinë e besës që rikërkoi Edi Rama, po citojmë një thënie të Giovanni Falcones, një muaj para vrasjes: nëse një pushtetar favorizon akte korrupsioni dhe i zbulohet qoftë një kontakt me eksponent të krimit, mos e besoni se ai do të jetë në shërbim të qytetarëve. Gjykata e posaçme e apelit vullosi sot një goditje që prek në thelb bërthamën familjare të Sali Berishës, duke lënë në fuqi sekuestron e 25 pasurive të dhëndrit Jamarbër Maltezi dhe të bijes Argita Maltezi, me vlerë rreth 5.4 milion euro. Hetimi i dosjes Partizani ka dokumentuar gjithashtu transferta bankare për apartamente në Myni, Bruksel, Rotterdam dhe Budapest, duke shkryer spektrin e provave përtej kufive të Shqipërisë dhe duke ngushtuar hapësirën e mohimit për të pandehurit. Megjithatë, ajo që ndodhi pak minuta pas shpalljes së këtij vendimi nuk ka të bëjë fare me strategji mbrojtjeje ligjore dhe pikërisht këtu fillon analiza një shantazhi politik të mirë menduar që operon mbi logjikën e presionit mafioz. Sali Berisha nuk doli përpara kamerave për të komentuar provat e spakut, nuk përmendi asnjë gërm të aktit gjyqësor, nuk u përpoq të argumentoj pafajësinë të bijes apo të dhëndrit. Në vend të kësaj, i shoqëruar nga pupaci i tij Belind Kolliçi, ish kryeministri kaloi menjëherë në sulm duke denoncuar një aferë krejt tjetër, atë të licencës së kazinove në Kullën e Albania, dhe duke e
drejtuar objektivin direkt tek vëllai i kryeministrit Edi Rama. Kjo nuk është rastësi, nuk është agjende planifikuar prej kohësh dhe nuk është as rastësia e një denoncimi që ndodhi që përkonte me një vendim gjyqësor. Ky është një ultimatum i heshtur, i mbështjellë me petku në një konferencë për shtyp, një mekanizëm presioni që funksionon mbi parimin e kompromatit reciprok mes klanesh politike. Dy familjet e kanë provuar më parë këtë gjuhë të përbashkët të presioneve të ndërsjella dhe në disa raste kanë arritur të gjejnë një modus vivendi, një lloj armpushimi të nënkuptuar ku goditjet mbahen në pragun e shkatërimit të dyanshëm, por vendimi i sotëm ndaj dhëndrit Abi Maltezi mban erën e një prerje në bes të pastër, një shkelje të pashkruar të asaj tolerance të heshtur që kishte funksionuar her pas here. Berisha interpretoi këtë jo si një hap procedural të drejtësisë, por si një sulm personal që thyen të rregullat e lojës, dhe përgjigjja erdhi menjëherë. Mesazhi u dërgua jo me deklarat për median, por përmes vëllait Olcit, objektivit të ri të denoncimit të detajuar, duke e kthyer kështu familjen e Ramës në kolateral të një hakmarrjeje të paralajmëruar. Nuk është hera e parë që Berisha përdor këto lloj levash presioni. Mjafton të kujtojmë rastin e kullave të Zenit, ku Shkëlzen Berisha, djali i ish-kryeministrit, u përfol si pjesë e një skeme të ngjashme presioni ndaj qeverisë së Ramës, një episod që tregoi se sa thellë kishte depërtuar logjika e kompromatit të marrëdhënies mes këtyre dy kampeve. Tani me dosjen Partizani që prek dhëndrin, Berisha ka rigatitur këtë mekanizëm të njëjtë, por duke intensifikuar ekspozimin ndaj Olsi Ramës, personazhet që deri dje gëzonte një mbrojtje të heshtur nga sistemi. Denoncimi i prezantuar si mega afera e kazinos në Air Albania shpalosi një skem të detajuar që përfshin kompaninë Albstar, ndryshimin e dyshimt të aksionerëve dhe një rivlerësim skandaloz të një sipërfaqeje prej 275.000 metra shkatror në kepin e Rodonit. Toka e blerë për rreth 320.000 euro u mbi çmua në 26 milion euro brenda 2 muajve për të shërbyer si kapital aksionar, duke i hapur rrugë marrjes së licencës së kazinove në kullën më ikonike të Tiranës. Kolliçi e ndërtoi kallëzimin publik mbi një strukturë offshore që e çon tek një shtetas venezuelian i cilësuar si prestanom, ndërsa fijet e rrjetit u tërhoqën deri tek Gert Haka, një mik i ngushtë dhe shoqëruesi përhershëm i Olsi Ramës. Në denoncim u theksua se Haka ishte me Olsi në Serbi gjatë ndeshjes së kombëtares, se shfaqej në fotot me djalin e Olsit dhe në tribunat të ndeshjeve të Partizanit, duke e kthyer kështu miqësinë në indicie dhe intimitetin në provë publike. Formula është elementare në mekanikën e presionit mafioz. Çdo goditje ndaj dhëndrit do të pasohet nga ekspozimi i vëllait. Berisha nuk po i kërkon Spaku të hetoj thjesht një aferë të re, por po sinjalizon se mban në dorë dosje që godasin direkt bërthamën familjare të Ramës, dhe se kjo lojë tani zhvendoset nga sfera e përgjegjësisë ligjore në atë të negociatave të fshehta me kompromise. Depozitimi i paralajmëruar i materialeve në prokurorinë e posaçme vepron si një kërcënim i varur mbi kokën e mazhorancës, dhe kjo e bën konferencën e sotme jo një denoncim, por një paralajmërim, dorën mbi dosjen e Olsit. Qeveria ndërkohë vendos përballë një dileme të ndezur nga vetë koha e denoncimit. Nëse Spak detyrohet të hetojë seriozisht pistën e Olsi Ramës, atëherë shantazhi i Berishës do të ketë arritur të hapë një front të dytë gjyqësor që baraspeshon presionin që po e kthen dosjen Partizani nga një goditje unilaterale në një përplasje të dyanshme mes dy familjesh. Nëse hetimi mbyllet shpejt dhe pa pasoja, atëherë narrativa e mbrojtjes selektive të familjes së kryeministrit do të marrë fuqi të plotë në opinionin publik dhe Berisha do të ketë fituar betejën e perceptimit dhe pa fituar atë ligjore. Lëvizja e tij ka qenë kirurgjikale pikërisht sepse ai ka vënë Ramën përballë një zgjedhje ku çdo opsion përmban një kosto të lartë dhe ku heshtja bëhet e pamundur. Ajo që ndodhi sot nuk është thjesht një përplasje mes qeverisë dhe opozitës, por një demonstrim i asaj që ndodh kur drejtësia godet njëkohësisht familjen dhe pushtetin. Berisha nuk ka më instrumente institucionale për të mbrojtur, nuk ka shumicë parlamentare dhe nuk ka aleat brenda sistemit të reformuar të drejtësisë. Ka vetëm dosje dhe ato po përdor si monedhë këmbimi në një tryezë ku lojtarët flasin gjuhën e presionit dhe jo të ligjit. Sot nuk pam një reagim politik ndaj një vendimi gjyqësor, por një mekanizëm shantazhi që funksionoi në kohë reale, me kamera ndezur dhe me një audiencë që tani pret të shohë se cila familje do të digjet e para në zjarrin që të dyja palët kanë ndezur.